Edhe pse ligji për importin e mbetjeve të riciklueshme nuk ka hyrë ende në fuqi, pasi nuk është dekretuar nga Presidenti i Republikës, burime nga siguria portuale e Durrësit bëjnë me dije se janë të gatshëm të presin mbetjet e riciklueshme dhe t'i kontrollojnë imtësisht ato, duke siguruar qytetarët se porti ka gjithë kapacitetet e nevojshme që të mos lejojë futjen e mbetjeve të rrezikshme. Porti i Durrësit është stacioni kryesor ku do të futen 70% e mbetjeve të riciklueshme. Edhe pse është vendosur që të jenë 3 pika nga ku do të bëhet futja e kontrolluar e mbetjeve të riciklueshme, porti i Durrësit është pika kryesore, pasi plotëson të gjitha kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian për trajtimin portual të këtyre lloj mbetjesh. Ne ishim me kamerën tonë në hapësirat e portit për të parë nga afër makineritë moderne që do të bëjnë kontrollin e mbetjeve të riciklueshme që në hyrje. Si të shihet edhe nga pamjet, në port ushtron funksionin e tij një skaner i madh dhe modern, i cili kontrollon kamionet e tonazhit të rënd, si dhe automjetet e tjera me bagazhe mallrash. Ai është projektuar që të zbulojë jo vetëm mallra që mund të hyjnë kontraband, por edhe drogën dhe mbetjet e rrezikshme. Ndërsa për mbetjet e riciklueshme që mund të vinë me anë rifugjo në ambaret e tyre, janë vënë në funksion detektorët e lëvizshëm të cilët janë në gjendje të kontrollojnë mallrat nëpër ambar, por edhe jashtë tyre. Gjithashtu, porti i Durrësit ka dhe kapacitetet e nevojshme për magazinimin provizor të mbetjeve të riciklueshme në terminalet e tij. Nga ana tjetër, siguria portuale shton se veç kontrollit shkencor me aparaturat e instaluara dhe të lëvizshme, ushtrojnë funksionet e tyre edhe policia kufitare, dogana dhe vetë reparti i sigurisë portuale që e kanë si detyrë thelbësore luftën kundër kontrabandës, drogës dhe lëndëve të rrezikshme që mund të hyjnë dhe të dalin nga porti.